Sot jemi në ditën e përmbyllëse të kampionëve tonë, të cilët nuk kanë lindur kampion, por janë ndërtuar me shumë sakrificë, me shumë mund, me shumë djers, kanë ndërtuar edhe karakter që do t'ju shpije përpara edhe në jetë, jo vetëm në sport, dhe mbi të gjitha disiplina e treguar gjatë këtyre muajve na dëshmon që studentët tonë vërtet kanë vlera të larta, të cilët ne duhet t'i vlerësojmë dhe duhet t'i çmojmë. Dhe kjo nuk është rastësisht, sepse këta inspirojnë edhe gjeneratat e reja, edhe ata sportistë të cilët sot nuk janë në mesin tonë, edhe ata të cilët pretendojnë vitin e ardhshëm në bashkangjitën ligat universitare. Prandaj kjo do të jetë një kujtim i bukur sot të stolisen me vendet e para, me kupa, me minjoje dhe shpërblime nga sponsori ynë Red Bull, të cilët i falenderoj për mbështetjen e vazhdueshme nga dita e parë deri sot. Dhe kjo mbi të gjitha është një arritje e lartë për gjithë ata sportist, ata futbollist, padelist, beach volleyballist, basketballist, ping-pongist dhe shahes që vërtet kanë dëshmuar një formë të lartë të sportive e që do të na prezantojnë edhe në arenën ndërkombëtare në kampionatet që vijojnë si vjet dhe në vitet e ardhshme. Me shpresën që jemi munduar t'ju jemi afër jush, unë i falenderoj edhe anëtarët e bordit Federatës Sportit Universitare për mbështetjen e vazhdueshme dhe me këtë po e përmbyll këtë fjalimtimin duke dëshiruar që sa më shumë të kemi aktivitete, sepse të gjithë e dimë që sporti është mjet për jetesë, lëvizja është mjet për jetesë që na ndihmon edhe në shëndetin tonë dhe na ndihmon që ta kemi një të ardhme të ndritur, një rinjit shëndosh për cilën po luftojmë dhe po përmendim vazhdimisht, e që duhet sigurisht që të kryejmë kushte edhe më të mira. Faleminderit shumë, urime dhe ju priftem bara edhe në gara tjera kombëtare dhe ndërkombëtare. Normalisht që mbetet për gjitha instancave që këto gara janë hala masovike, ka hapësirë, normalisht që ne jemi të zotuar që të fokusohemi si institucion në masovitet, sepse ashtu si që përfundove fjallën tonë, qëndrojmë fuqishëm pranë asaj që jeta e shëndetshme është vetëm atëherë kur merrem me lëvizje, merrem me aktivitet fizik. Aktiviteti fizik është mburoj e jashtëzakonshme për mi përballu sfidat, për mi përballu gjitha ato që na vinë, jetat që na godet, kështu që unë i përgëzoj gjitha ata sportistë dhe sportiste që kanë marrë pjesë në këto 6 disiplina sportive, shpresoj dhe besoj që në të ardhmen këto disciplina të shtohen, sepse nuk janë vetëm 6 disiplina në sportin tonë, ka mundësi hala ma shumë, normalisht aspekti buxhetor i determinon shumë gjana, po gjithsesi jemi tepër të kënaqur, vazhdonin këtë rrugë, jeni në rrugën e mbarë, ne zotohemi që në balë të frontit, ajo që ka mvaret nga ona jonë, me dhonë për krahjen tonë, me dhonë mbështetjen tonë, suportin e nevojshëm për sportin universitar dhe bashkarisht të arrijmë atje ku synoni ju edhe ku synojmë edhe ne. Përgëzime dhe urime. Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve, së pari dua të falenderoj për gjithë fjalët e bukura dhe gjithashtu së pari dua të filloj këtë fjalim timin duke falenderuar kryetarin e Federatës të Sporteve Universitare Musa Selimi për këtë organizim kaq të bukur, kaq të përkushtuar mbres lëndës, e cila na mundsoi gjithë studentëve të tregojmë potencialin tonë, talentin tonë, por edhe të krijojmë shoqëri të re. Me këtë organizim, jo vetëm nuk është vetëm kemi garuar, por kemi krijuar miqësi, kemi treguar potencialin tonë, por gjithashtu shpresoj që të kemi përfaqësuar universitetin tonë sa më denjësisht. Për këtij falenderimi dua t'i bashkangjitem edhe t'i falenderoj edhe koordinatorët, të cilët kanë qenë shumë të duruar, të përkushtuar dhe gjithmonë në krah tonë. Dhe shpresoj që të mos jetë viti i fundit, por të ketë shumë më shumë aktivitete dhe ky trend i aktiviteteve të përsëritet gjithmonë, që të lidhim studentët përmes sportit. Faleminderit shumë. Ja, ku është vendi i dytë të basketbollit 3x3 të vajzat?
Vetëm pak, sepse nuk kam përfunduar çmimet me kaq, janë edhe disa dhurata tjera. Ju lutem qëndroni sepse ka edhe dhurata tjera. Vendi i parë të vajzat në basketbol 3x3, Fakulteti i Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, Hana Hashani, Era Broja dhe Rona Avdeu e Vernesa Kryezeu.